Po, në të njëjtën kohë edhe në momentin më të vështirë. Po, ndaje me radhë që të kemi një derisa ta përfundon soni fjalën, mos t'i bëjnë pyetje se ja mujna mja hupat. Falni një sekondë sa ti heq ose mos. Ta respektojmë çdo gjë ndaj njëri tjetrit. Derisa të përfundon fjala. Mos flit më tani. Në vitin 2012, është momenti më i bukur i jetës time. Në Sevilla të Spanjës, Sevilla të Spanjës, unë kisha një vit që jetoja atje, së bashku me ish bashkëshortin tim, me Mirko. Bas një martese, normalisht vjen në jetë Anna, Deculia mamit, edhe është më i bukur kë. Kam lindur atje në maternitetin e Sevillas. Kam pasur një lindje jo të lehtë, ka qenë natyrale, ishte 4 kile, pak e vogël në kështu si fizik, domethënë. Edhe mbas 2 ditëve labor, si thonë, me dhimbje të lindjes, në datën 6 janar, që është dita e ujit të bekuar, më lind Anna, edhe faleminderit shumë, edhe ka qenë pak edhe moment gazmor, në fakt, sepse në momentin kur isha në shtratin e lindjes, vinë 3 persona të veshur si quhen Los Reyes, që janë ata që kanë pritur Jezu Krishtin, po, edhe më vinë duke kënduar në shtratin e lindjes, ndërkohë që unë isha me dhimbje shumë të mëdhaja të lindjes se një fëmijë 4 kile. Në atë moment ata këndonin, unë bërtisa, dhe kapja Mirko i ka flokët pak të gjatë. Na falni. Edhe dëgjoj. Dhe Dhe në ato momente nga dhimbjet e lindjes kapja Mirko nga flokët dhe bërtisja me të madhe dhe thoja mi hiq, ndërsa ata vazhdojnë këndoni të tmerruar. Vazhdoni shikoni të tmerruar një grua shtatzan që bërtiste kapte bashkëshortin nga flokët. Dhe derisa pastaj do... Se kishte spitali apo? Po nuk e di se unë kam qenë në dhimbje shumë të nuk kam qenë tjetër dynja. A kanë qenë, nofta dhe s'kanë ekzistuar? Jo, Pa nga dhimbja. Jo, kanë qenë 3 dhe ishin edhe të maskuar kështu si Los Reyes, edhe pastaj, pas në ato momente nuk arrita do më thënë të lindja dhe vajzës ju do psuam pak ato rrahjet e zemrës, aty fillova të shqetësohesha. Dhe në orën 8:30 të mëngjesit, pastaj bëra lindjen natyrale dhe erdhi një dërkucik vogël 4 kilsh. Anushi, edhe ky ka qenë momenti më i bukur që mora ato mrekullin në duar. Kështu. Faleminderit. Unë do doja të bëja 2 fëmijë të tjerë, them drejtën, kam shumë dëshirë, shpresoj shumë. Kam shumë dëshirë të kem një djalë, vdes të kem një djalë, shpresoj shumë. Ndoshta tash mundësia dhe mosha nuk është për të pasur 2, por të paktën të kem edhe një tjetër fëmijët më pëlqejnë shumë, nuk e kam imagjinuar ndonjëherë veten me një fëmijë, gjithmonë kam dashur 3. Po, si tjetë shkruar. C'est la vie. Po, Ana ta ka kërkuar ndonjëherë? Po, gjithmonë ka kërkuar një vlla ose një motër tjetër, po, ma ka kërkuar gjithmonë. Pse ke zgjedhur që Ana të mos, më fal se po i bëj pyetje nga shpondimi. Bëj pushime. Jo, po nga që edhe mami vetë. Po pra, pasë për ndaj. Pra e kanë kështu si emocional. Pse ke zgjedhur që Anën mos ta tregosh? Nuk kam dashur asnjëherë, domethënë njerëzit e familjes dhe mbi të gjitha vajzën ta nxjerr në rrjetet sociale. Jam pak fanatike për këtë. Dua ta mbroj sa më tepër unë edhe nga Shqipëria e kam hequr fare, edhe ajo as vetë nuk ka rrjete sociale fare,
Edhe mendoj që kam bërë gjën më të mirë sepse ajo po rritet një fëmijë shumë i shëndetshëm nga të gjitha anët dhe është bërë një fëmijë shumë i fortë. Ka komplet një stil tjetër jetese nga që mund të rritej një fëmijë i një nëne, këngëtare, të famshme, është komplet, domethënë ajo po bën një jetë siç kam bërë unë kur kam qenë e vogël. Po, mendoj që ka ndikuar që nuk jeton në Shqipëri? Ana ka jetuar deri para një vite gjysmë në Shqipëri. Pastaj unë e kam dërguar atje, domethënë së bashku me teatrin, fillimisht ka qenë për dokumentacion që duhet të qëndronte atje. Dhe pastaj vendosëm me teatrin që qëndronte atje, të përfundonte 8 vjeçare dhe të kalonte në një shkollë profesionale që ne kemi ëndër për anën, kështu që domethënë duam që formimi i saj të jetë absolut nga të gjitha anët. Keni pyetje për Rikson? Jo, i bënë ti. Bëhet të gjitha. Vazhdojnë tash me momentin më të keq. Në vitin 2015, unë jam në një spektakël që për koincidencë drejtonte Arbana Osmani, ka qenë një spektakël me sfida, në një javë quaj dhe kishim sfida të ndryshme. Në atë javë unë isha me Landin e West Side Family dhe kishim për të bërë një sfidë me kërcime popullore. Dhe kishim të tropojës. Në moment që po xhironim, marr një telefonat që babi ndotet i bie një trompoz në mushkëri. Nuk e besova për momentin, mendova se ishte diçka kalimtare, se më thanë është një diçka shumë kalimtare, ti duhet të mbarosh spektaklin. Mbarova spektaklin, shkojmë në sanatorium, shikoj babin që ishte në gjendje të rëndë, dhe po e prisja në shtëpi në fakt, dhe natën vjen mami me tezet në shtëpi. Ka qenë ora 3 mëngjesit. Edhe dal tek dera, edhe i shikoj një qere tjetër. Edhe i them, si është babi? Edhe ato po rrinin të trejas, bashkë me mamin, se dhe më thënë, mami më shumë t'i ka pas merakun tim, normalisht e isha shumë e lidhur. Dhe tezja i thotë, Marina, duhet t'ja themi, sepse ajo do t'a marri vesh. Unë aty e kuptova që kishe ndruar jetë, dhe në ato momente, se njeriu kalon shok, dhe kam bërtitur kaq shumë, sa që të nesërmën kur na erdhën për vizita, ne kemi kuptuar që ka vdekur Sadiku vetëm nga ulërimat e sonit që janë dëgjuar në lagje. Në atë moment isha shumë e ngarkuar të më drejtën se babi ka vdekur i ri. Edhe nuk e kam menduar që unë të ndiste ndonjëherë. Do më thënë si ishe shumë i fortë. Babi ka pasur një rol kyç në turizmin shqiptar, në turizmin e veriut. Dhe ishte intelektual, është marrë gjithmonë, ka kontribuar shumë në luftën për Kosovën, ka ikur, ka takuar Albrightin, ka ndihmuar shumë njerëz komandant në për malet e Shqipërisë, të veriut, babi njëtej, jashtëmasen dhe është marrë gjithmonë në ndihmë të luftës Kosovës, dhe nuk ma merrte mendja që një ditë ai do vdiste, edhe ka qenë hera parë që kam menduar që, do me thënë, në ato momente kam dalë në balkon dhe thash, do vdes edhe unë. Dhe ka qenë kunata ime që më ka thënë, mos u lërit shumë, sepse është vajza nga krau tjetër dhe thot që ka mami. Dhe në atë moment, jam kujtuar, do me thënë që unë kam fëmijë. Edhe ajo ka qenë momenti më shkatrus, do me thënë që ti paprit mas të vdes njeriu që do më shumë ti në botë. Që është më i lidhur me Gucci. Po, babi, do me thënë, unë me babin kemi qenë kështu besties. Edhe kështu. Sigur që ai shumë të rëndë. Edhe
kështu. Faleminderit. Fartërimi pas ka konë, se pas në ditë. Po, unë e kom një pyetje. Sorry. Mendova Ai që burra do që e madh, kaloja si e ka pos emrin? Sadik Malaj. Sadik Malaj. Pyetje tjetër? I'm sorry. Mendova që do e ashu, që do e kaloja, po. E di që ka kaluar shumë vite, po nga që ka qenë shumë vdekje e papritur. Shumë e papritur, se edhe gjendesh një gjë që nuk e mendon kur që mund të ndodhe. A gjë do përjetojmë gjithë, do shta vani e kam përjetuar dhe ma, si Sonja. Sa vjetë që ki kanë, Soni, kur... Më falë buja, se ta prejta. Jo, s'ko gjo, vazhdo, se a që po ta. Isha... Shumë falenderit. Kam pas vajzën 3 vjeç, ishim në Shqipëri. Se na emocionaj pa, të të faj. Jo, kam qenë mbi 30, po... Okej. Prapë... Po, pyetje. Ishte thjesht për kuriozitet që sa vjetë që mund të kish kanë, se çdo moshë besoj është në shon pak, më thonë. Jo, unë jam e lumtur sepse paktën ja plotësova dëshirën që ai të shite vajzën edhe iku i plotësuar të paktën. Çfarë babit ka kanë? Babi ka qenë ai Fitje e fortë. që më hapte derën e makinës. Galan. Gjithmonë babi më vishte pallton, për shembull më mbante pallton. Ishte shumë gentil, intelektual, por ka pas edhe atë tropojanit, domethënë nuk dilte nga jo. Ka pasur autoritet, po jo, nuk ishte e nevojshme domethënë me të bërtit. Kishte autoritet duke të shikuar, me një shikim edhe ishte gjithmonë ai respekti që unë kam pasur edhe kam patjetër, për atëherë ndaj tij që unë gjithmonë druhesha ose mundohesha t'ia lartësoja atij emrin. Domethënë mos ne i themi ngatropohem mos me ta marr fytyrën. Dhe mundohesha gjithkohës domethënë çfarëdo që bëja edhe në karrierë i bëja skip skandaleve apo çfarëdo lloj gjëje si domethënë që babai im ishte edhe nëna patjetër, po mbi të gjitha babai ishte faqe bardhë kudo që shkonte. Edhe një pyetje kam babajin, se e dëgjova që the për Kosovën, i ka ndihmu shumë. E dishta me ditë pak ma shumë për Kontributin. Shiko, nuk mund të them shumë detaje për arsye se kanë qenë gjëra ashtu, po janë pak a shumë. Nuk mund të thuhen, por neve që kur kemi qenë në Tropojnë, në fakt, deri në 92-shin... Ku ka qëndru, po, ato dësha me ditë, gjatë luftës që ka pas Kosova. Ne kemi qenë në Tiranë, por babi ka shkuar për bisedime tek Albright, ka pas kontributin e tij, me të gjithë njohjet që ka pasur, domethënë gjithmonë ka qenë, edhe kur kemi qenë në Tropoj, gjithmonë. Dhe ne kemi pasur një lidhje shumë të ngushtë me Kosovën. Shumë mirë. Madje kur është bërë pavarësia e Kosovës, kam qenë me babin, me mamin duke u kthyer nga Kosova. Rënof Tropoja e madhe e gjithë shqiptaria. Unë s'kam më pyetje. Okej.